nga Deçani, Halil Tetaj, e kisha ftuar për një rëstim, me ka zgjedh fjalimin e Abdyl Frashërit në Prizren. Aktori Halil Tetaj. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje nga Deçani Pitoresk, ju që keni ardhur sot në këtë manifestim, gjithmonë paçi gëzim në zemrat tuaja. Paçi gëzim gjithmonë në votrat tuaja. Kruj, o qyteti bekuar, prite Skënderbej që po të vjen si Kolumbi shkruar të shpëtoj më në dhejnë. Dhe Gjergji i Kastriotëve erdhi të bëj trimat në Kruj dhe për 25 vite shpata e Gjergjit kulloi gjak të prishur otomanësh. Dhe pas vdekjes së tij, kur bota mendoi se zjarri i këngritjes së shqiptarëve u shua, nga hiri e gjaku i luftrave të Skënderbeut, në Prizren u ndez një zjarr i ri me flak e Shkëndia. Adhleu ishte në rrezik, andaj Abdyl Frashë i thirri: o burra, të bashkohemi në Prizren. Dhe kur të gjithë aty erdhen, ai tha: vëllazër, përfaqësues të gjitha visëve shqiptare, mirës se keni ardhur. Jemi të vuar sot këtu në Prizren, në një kohë të vështirë, kur ai miqtë tanë grabitçar i kanë shtrithojt e tyre që të llabrojnë sa më shumë toka shqiptare. Fuqitë e mëdha, sikur dje, në Berlin dhe Shën Stefan, princëve të Ballkanit nëse oferu ashtruan Shqipërinë që ta ndajnë copa. Mirë po, në gjoksin e bive dhe bijave më të mira të popullit tonë, ndonë se srajcën krahë e shtëpisë e njurin, të shëftokën i asë gurin, pa pinga në këmbë, pa tesha në trup, pa muk në gojë, rraf një zemër madhe dhe besa që i të në dhena dheut, se do të derdhim edhe pikën e fundit e gjakut për trojet arbrore. E ju, të nderuar delegat, kur të shkoni në vilajet të tuaja, në visët tuaja të formoni degët e lidhjes shqiptare të Prizrenit, që t'ju bëjmë ballë turrëve të egrat e sultanëve, si kur shkëmbi të allazëve të tërbuara të detit. Ata, që përrinë të trojeve shqiptare, prej Gjergjit të Kastriotëve, deri të Ademi Jashareve, e dhanë jetën përrinë të trojeve. Lehtë, ju qoftë mbi vër ledina, but ju qofshin motjes tina, akli, bora e serotina, e dersa të ketë në qiell, dillë hon, dersa të mën në majtë horizon, dersa të ketë në det ujeron, ata kur nuk do të harrohen, për në mal e krenari ndër breza do të kujtohen. Ju falenderoj. Shaj falenderimi për këtë precidim shumë bukur, u dorojmë në njërin. Do të shtoja edhe nga një kryzim, kare, të të meri një njërin. Vazhdojmë me orën e madhe letrare.
dhe me juve tani do t'jetë Erona Mulej. Moderatorja e re, Erona Mulej. Të dashur poet, shkrimtar, dashamirës e fjales artistike. Tani po fillojmë me urën e madhe letrare Rifat Kukaj. Ky edicion i 12 me radhë është ndër më të pasurit me numrin e konkurruesve. Në konkurs kanë arritur gjithsej 58 poezi, të cilat tashmë janë vlerësuar nga juria, në përbërje Emin Emini, kryetar, Bedri Tahiri dhe Jusuf Hoxha, antar. Dhe sa po të përfundoj ura letrare, do të ndoj 3 çmimet, çmimin e parë, të dytë dhe të tretë. Si dhe çmimi motivues për të rinjët Ilyas Prokshi. Pa humbur kohë, filloj me prezentimin e poezive konkurruese me shifra. Dhe ju lutëm poetëve të prezentohen me të pranishmet. Filloj me poezit me shifra. Dashuria ndaj Adheut dhe tabloja e madhe shifra piktore. Hyrje me gjeng e zotave, shifra poeme. Elbasan i bukur, Elbasan, shifra Elbasane. Në shabjerë fjallës së shkruar, përshëndetje për të gjithë. Unë kësha dashur të ndalëm vetëm pak sekonda dhe se më japë tek emri i madh i Rifat Kukajt, një njeri i jashtëzakonshëm i letërsisë shqipe, i cili veri ndryshime dhe largjurë të pashlyeshme në letërsinë moderne shqipe për fëmijë. Respekt jetës dhe veprës së tij dhe respekt për të gjithë ata të cilët na kanë mbledhur në emrin e të madhit të Rifat Kukajt. Poezia titullohet Dashuria ndaj Adheut dhe tabloja e madhe. Kam Adhe i madh sa shohin syt, sa ndjen zemra, i vogël sa e zë të tërin secila dashuri. Nga lotët në ngjyra e jetës e pikturoj çdo ditë në tablon e madhe. Ju falenderoj. Po, me gjitha volin nga Prishtina. Në kësaj radhe kam shkruar një poezi sa isha në Elbasan. Titullohet Elbasan i bukur, Elbasan. Unë Zëqër Bërkubi. I rrethuar me behar e tillë që ngroh, me zemrën nga në toka që të përmlon, te këti vinë mosha në përmbim diellit, rrugën e ngrohtë në sufur që shëron. Elbasan i bukur, këndën ma kujton. Me ligja tua si kpurdha shton shpresë, i bukur si qytet, i bukur si natyrë, me udhishte e lule që qelin çdo mëngjes. Të dua Elbasan, qytet i metalurgjikut, dikur prodhoi edhe traktor. Këndët këndohen anë këndat dheut, je i njohur për dije të atër e humor. Je qyteti ëndra një rinore, dikur qihja vetëm televizor. Tash në liri vi sa herë të dua, pra në verë, në vjesht në të torë. Sa herë jam këtu, me afrëm dashuri, se je i bukur, i ngrohtë dhe i qetë, por në dhenë kur të shoh me pak rini, që vitër të fundit në përkurbet janë të rejtë. Por Elbasani srikur pa zë e pa jetë. Frymer nga shpresa edhe kur s'ka re. Do kthehet rinia, mbushen prap sheshet, se zemra kumbit rresërish për ne. Me këndon zemra sa herë të shoh, se je kujtim, dashuri dhe strejnë e kohë. Ju falenderoj.
Unë jam Shaba Plada, veri nga Besiano, në qyteti I fundit në pjesën veriore të Kosovës atje. Dhe ta me kufeve ata dashur që kjo dhojsa lartë. Poezia që të lexoj tash titullohet Kënga Mostandaret. Është një poezi kështu intime, personale. E butë është zemra ime, e butë si perve të lumbi, sepse brenda është mbushur me dashuri. Prej saj rrjedh vetëm butësi, nga dalë si lumi I fushave, në heshtje si pohitra mele. E si të gjithë qiellin të pastër si përhur e katët e diellin dhe rrezë pranverore. Zot ndaloj hapin e mendimeve, do të marshoj si në ëndër, me shpresat të varur që pikë. Butësin do të afalë zozve, dhe të këndojnë në dek pemve, për bukurin e jetës, kënga të mos ndalet. Ju falenderoj. Përshëndetje për gjithë, jam Adifete Shiki, jam nga Honi e Vjetit, jetoj dhe veproj në Ferizaj. Poezia ime është Jam Dardane. Jam Dardane bi mali e djeli, në sytë e botës një ylli vogël, për në histori kur I ka vdekshëm, në gjakun tim të shekulli I rrallë. Nëna më thërek me zë shqiponje, baba më quan shpat drite, ku shkruhet historia më zgjon firma, I lirida më dërgon selam në erë, në votën time digjet për letësia, si lurkuqe që emri im në mote. Jam këngë që zvelitet në stuhit e povës, jam Dardane, lindje e liris e tokës I shpirtit tim. Ju falenderoj. Gjysë pej, gjysë dërgjnis. Një lirik, sot, në argimin e rrezët të diellit, me zgjuar këngët e lafshat të zerit tënd, u bëra si varg I këngës së amshuar. Dhe më duk se Olimpi zbriti këtu, në shpirtin tim të jetur për dritë. Vargun gjithë në majë për korapit, kur jetu për kullin si fjallë bynore, thonë se ëndrat borojnë e malit e zanave, ku frikzohet fjalla të rinë këngë. Më kujtua e bukra vetit, aty ku flutronin për bardat e poetit, ndalova në krojet e zanave, t'i pysë. Si e kaloj natën e Virgjë Eva. Sa sheku I duhen poesime që të zbres një varg I bukur nga Olimpi. Ndoshta Marisjell muza humbur, ajo që ëndet mes rejeve stuhive, sa me larg me reje bukra vetit, aq me varfrohet shpirtin. E vargu I ndarë në dysh, mbetet pa njërin krah të Mona Lisës. Pena ime revelohet, deri në qiellin blu, në kupën e dritës ku fjallet marrin flak, dhe unë sëri shëndrohem në lutje, në mëngjesin një ditë të re, duke kërkuar vargun për të bukrën more, që lind çdo agim në zemrën e poetit. Faleminderit. Përshëndetje për të gjithë, Qumra Libiti që nga Prizreni. Poezia ime titullohet Sfilitja. Sfilitja, sfilitur me zvajgjës shtimi, për mes shpirtit, për mes ndjenjë shplasin. Për dashurinë e pastërtinë e saj, zambakët e shpresës duke vaditur. Si fenar do bëhem rrugeve,
për të ndriçuar si me reze hënë, neve si reze djelë ndriçuar, për dëshurit premtimet të mos dyhen. Dëshurit janë vargje poezish që janë pjeku në vjetë, që lëshojnë reze mbi vija liqenore i lazgushene, ku trembën e fluturojnë, mos si patat e egra tutjat imaginare, që nuk I kishim rënë atje. Në përkrame malë, në një qast të ëmbël mora, shpresën e ligës së dashurisë, për të mos rënitur e lëndruar, duke lëndruar në valet e jetës. Ju faleminderit. Përshëndetje për të gjithë ju. Një respekt të veçantë dua ta ndaj për familjen e Rifat Kukaj dhe për organizatorin që na bashkoi sot. Unë jam Sherife Berisha Taçi, vim nga Suareka. Poezia ime këtë jetë të shkurtër, por besoj që do t'i pëlqejë. Tokë e lirisë, Kosovë, tokë e etur e lirisë, me nga një varë për kokë banori. Kosovë, shpërthim vulkani, fush ku luhet valja e jetës. Kosovë, kumbim I zërit prej gurit. Ju falenderit. Reza. Fjallën. E vrava fjallën që mbinte si n'hitha, të vras të keqen që gjuam të mbi plisa, ku ka më keq se të pajtohesh me ren, a kemi vdekur që s'luftojnë për këtë vend? E fundosa fjallën dhe nuk ungiva frym, të fundos të keqen që mes nesh rrin, sa huajtje për nëna që mbeten pa djem, a kemi fytyra thua që parës të na dhem? E tjera fjallën nga danë si leshin e ugiqit, nga na dolën kopila që pombin prej hiqit, zgjon nga gjumja njerëz dhe ju shqipe mali, mos të tërprohen një pastaj dal pas djali. E gdhenda fjallën sigurin përmendore, të keqes për të keq dhe gjë po I shkon përdore, nëse sikur kemi vdekur dhe s'ndihemi të gjallë, sa u der gjak për këtë dhej, sa na djega I mall. E dhash fjallën time si që jetë veç shqiptari, për gjuhë, këmbë, flamur, botën do t'a kalli. Nëse më prejt dikush në palcën kombëtare, mund të shkrihem vetë, po botën e qesfare. Faleminderit. Përshëndetje për të gjithë, jam Ilinda Latifi, vi nga qyteti Pushkosur. Poezia ime për sot është Vjeshta dhe Vargje. Ra vjeshta mbi letrën time, si një frym e ngrohtë që vjen pa kuptime. Në dritën e pasgjitës o ullë një vargë, e fjallet nisën të pikojnë si qetet në tokë. Era për gdheli penën time, duke rëfyrë sekretet e pemte, si një poetesh e fshet që shkruan me aromë shiu e malë. Çdo rrokje me fletë për ndryshim, çdo gërm ka ngjyrën e arit. Poezia me lind si gjete që bie për zutes, vetëm dëron formë si stina në dritare shosjedën e ndrotën. Si një poet që kërkon frymëzim. Dhe unë mes heshtjes e zhurmes së erës, gjej vetën duke shkruar në vargje të vjeshtës. A, si me flet kjo stinë e artë, me gjuhën e dhembjes, e ëmbël, me bukurinë e saj që largohet, por që mbetet një kujtim për gjithmonë. Në çdo gjete që bie shoh një fjalë, në çdo pikëshiu një rrokje. Poezia ime merr frymë në gjoksin e butë të vjeshtës. Vjeshta dhe vargjet janë fryma ime, janë jeta ime poetike. Faleminderit. Vinë zërat e malit, shifra, aroma, gjithmonë shifra dhe detima, dhe flamor ishte, flamor mbeti, shifra flamore. Quhem Ilan Berisha nga Prizreni. Zërat e malit, nga zhurmat që vinë anë kënd, u lërin zërat e malit, lisat mbushur s'klot e hidhur, njeri I bie tupanit e tjetri kavallit. Shkreptin e rahin gjokset,
ullërimën i marrin djallit, miza kali mbi ortek, gjurmëve të përshtymës në gjitër marit. Ec pas rrugëve qore, eshtrat varëve u anë kund, që Paris Elisat gjatë, gjethet vjeshta u ashkund. Makinë prishur e vojetarë, fasadë bardë si falgjesh, brenda shpirtit fute zez, gjukën mbushur vrirë plot lesh. Etni sa shumë po vuan, trotuaret mbushur krimba, në mes të ditës duar trokitesh e në mbrëmje vret vetëtima. Etnia ime fat përvëluar, hiq barishtet, për qafo pramberat, mblidh mendjen e vëri gishtin kokës, se keq të kanë mbuluar ferat. Faleminderit. Flamërisht e Flamurbeti, po. Ko mjegu stuhi së treti, Flamërisht e Flamurbeti, nga kërtok për herë zjarë, për në mrej, gjithmonë i parë. Nuk e ndari shqive moti, krahë i ti i tërpoti. Gjuhë e gjakut, gjuhë e rejut, pende ti, dritë a rejut. Vazë ti, yje të bashuar, në përbreza kur i haruar. Poet herot, harot kur, Flamërishte, Flamurbeti, Faleminderit. Përshëndetit të gjithë që kanë ishtë. Jam Zëqir Krasniqi, Vipe e Franoci. Poezia ime titullohet gjithmonë. Gjithmonë ka menduar se nusës i venera ftuar. E morë si dimrit nuk ja brejnë duvaku. Si nuk me zgjodhe njëherë gjallë kërri. Gjithmonë e kam vrarë mendjen, pse renave u vjen era bjeshk. E që duhet me leni në shirë pishe përzirë me rozmarin. E sa herë të tim luteshin, Zotë na e ruaj o giqin. Për baban se vra mendin kur, i mba mend, dur, kem djerse dhe Zotë sa e kam dashur erën e djersës të ti, atë djersë, atë gjak, atë dhe, atë djersë, atë gjak, atë dhe, faleminderit. Përshëndetje për të gjithë, jam Hava Beqiri Mullaj, dhe vinë nga vendlindja e Rifat Kukajt. Poezia ime mban titullin Vallën plumbave mos janë dalni. Kam pak fjallë për ju bashkat dhetarë, se par ju raj t'ju shkojnë punën barë. Ju raj shëndet, aty ku jeni në cilin do shtet. Mos të ju pys apo njeni malë, e di mirë që këtu i kini rranjit për endrit e shtepit zbrast. Keni vla e keni mutër. Keni kolegat dhe, keni gjuhë e tradit, ju lutëm, kthehuni se Kosova çdo ditë ju pret. Vallën plumbave mos janë dalni, kthehuni, punoni, gëzohuni, flini qetë. A e dini menave dhe që vajnë janë daloni. Kthehuni në të shtrejtin vend. Pse askush në mësoj këngët e vajtimit, pse kur nuk i dëgjuan deri sa u provuam. Jemi rritur me një nullat me të bukrat që nenat në kanë kënduar, nuk e pas kanë ditur, se plakemi duke vajtuar për me të dashrit tanë që jetojnë në dhejtë të huaj. Përshëndetje, quam Miranda Troci,
autore tekst të këngësh dhe vinë nga libra. Poezia ime ishte gjithmonë kue në buk e barot. O e drenic trimash që në gji rrit dragoj, kush më shqipenan plagët t'i trazoj, gjarët një gjithmonë gji të lëshoj me të muë, shqipe qëndrësare, buk e barot në kue. Në plagët të shepëve eshtra t'i lëngojnë, bukën gjy barot e shpirtit copëndar, në gjakën e shqipe ngrije në kërkojnë, u bën njësh me gjarpin e prapsta rahat të larë. I harruan të këqiat që mbi shtat t'i lëshuan, e prap se prap lakun t'a shtërguan, në duar të hajnve të pafe e pa e dintetet, buzë qesh me trigun për vendin e vetë. Harameve të kovreve, gjithmonë sundues, shpirtin atrazuar dhe tu buke barot, që spefat të bardhë vetëm në thërë të lëshuan, ah, më shqipe luke që kur s'kale i Zoti. Falënderit dhe respektat. Më të shkëzot në vësh. Librim i fundit i 7 me titull Aty ku gatuhet fjala. Shëndetje të gjithve, unë jam Amelina Mustafa nga Kina. Poezia ime është pend e ortë. Rrugën e dit na e ndriqove, me fjallë të bukra, nafër me zove, çdo varë yti, ka një kujtim, na rritën librat me shpirt e rinj. Ti nuk ishe thjesht poet, ti ishe një botë plot dritë e shpresë. Na mesove që është e mira dhe vërteta, me fjallet tua që preken zemra. Frymëzynë ën, vargu ët i artë, na ovheq në shpirt të lartë. Na meson se si të shkruaj, gjumë pas vetës si të lem. Fëmijët gëzohen, vargun tënë sa her lexoj. Në vargjet tua, endra t'i shikoj. Rifat Kukaj, emri madh i shenjt, për krijimin tënd, vlera juaj flet. Faleminderit. Quhen Maria Gjuri nga Skënderaj. Me ngjerën e kujtime, koha kalon, por kujtime për ty asnjëherë nuk më të rretën. Në kujtesën time më sjellë se një zjarri fshehur që të shohet gat. Kujtoj sytë tu, si një dritë kandili në errësirën e qetë. Buzëqeshën tënde nuk po mund të ta harroj në këtë jetë. Kujtimi për ty më është bërë plagë që nuk po shërohet. Koha më ka lodhur. Kujtimet për ty nuk po më largohen, më ngjerën si malli pa shuar. Në netët pa gjumë, me shfaqe se hije që s'me le të qetë. Tiktaket e zemrës më shpejtohen në dhemë. I heshtur shpesh herë të mendoj, me ngjerën kujtime, deri sa kam jetë me to do t'jetoj. Faleminderit. Përshëndetje gjithë, unë jam Arminita Kuliqi nga Skënderaj. Kësaj here kam shkruar poezinë Do të doja. Do të doja të isha një kupël, e të vallëzoja bashkë me ritmin e irës, e mbi lule do të pushoja në dimër ta selja pranverën. Do të doja të isha këngë, në zërin e një zuku të malit, që të bën buka për në shtëpi, gëzimin dhe lëvjen e një udhëtare. Shumë do të doja të isha dhe një herë e të ulesha në shirkën e udhës pranë gjakut për të dëgjuar për një tjetër histori nga fjalët e matura me peshë të ky blok. Një përshëndetje dhe nga Lidhja Shqiptare dhe Artistëve Dega Fuchs. Përshëndetje organizatorëve, Orimin, për këtë manifestim shumë me vlera. Një jetë thamë se do të duhemi. Një jetë thamë se do të duhemi, ka s'kusht do të nëndajmë. Po jeta qenë ka shpeshe pa drejtë, si mundi këtë dashuri në ndajë, talazët e sëvis e banë të vetën, e pas pasurisë rendën të dy, drejtime të kundër të vërshuam e eqëm, e haruam më kryesorën dashuri.
të kujtoj dashuritë e mëdha ndërkohëra, e sforcimin deri më him me qenë bashkë, i kthehen vetës i zemëruar, e copë të shtatë, dashuri dhe i pafat. Do shta fati s'kishte të mënte shumë. Nga pafësia jonë e morëm këtë çmim, se pa ujë e pa bukë e pa shtëpi kanë jetuar, e dashurinë se ka shqitur nga zemra si unë. Faleminderit. Me radhë kemi letër mësuesit Rifat, shifra 1938 RKD. Lulkuqet e mërmerta, shifra Gdhendësi i luleve, dhe ndarjen se durojmë dët, shifra Bashkimi. Përshëndetje për gjithë, unë jam Emir Glareva, gjithë herën bje njëri para prindit tjetë fëmijë, po edhe para mësuesit tjetë nxënës. Morëm i letën me shkru, letën mësuesit Rifat Kukaj, letra që nuk u shkrua kur, por unë ndje gjithmonë për Rifat Kukaj. Por rita me vargjet të tuan e dorë, me fjallet që rrëdhatonin dritë e mirësi, ke fliste me fëmijët, çdo ditë, çdo orë, në mësëje të besonim në poezi. Një ditë në sirtarin tim, rastisht, gjeta një letër e zbehur nga koha, dora më drojë, me pushtoj një tesht, si kur përsëri zemrën tënë dëgjova. Letra që zbehur, për jo në tërsi, çdo fjalë në varg pushon të sa buri, më duk se zeri jëtë me erdhe me urtësi, nga një botë ku nuk vdes fjalla e një burri. Lëtet me rëdhen qava si fëmijë. Letra me duke si amanet i gjallë, e mbajta në dorë si një stoli, aty jetoj e ti me mo, për pa fjallë. Pastaj e mbylla me shumë kujdes, e lash ato ku kishte qenë me parë. Për fjallet e tua me mbesin e kujtes, ato rrinë në zemrën time pa ndarë. Ju faleminderit. Vërtet? Faleminderit, selam Araca. Lulkuqet e mërmerta. Nga lagështia arit të smurë, shpejt po vyshken lulkuqet e fushbetejave që lullzojnë me aromë baladash. Ra herë vetëm shiu u anjom rënjen dhe prapë kthejnë kujtim. Zdi ku ta fshej vendin për to, dhe cilin sheshtin dhe qërinjet e lotit që të mos i fik harrimi majrën se të rumbi. I përmalluar për venitin e tyne të hershna, shpesh me përzien ditët me net dhe atër me shprisht nga paqëmësia. E libër në zis, pasëshën i shpetoj kujtimet, si një fotografi e brejtur nga ndryshku i kohës, në lëkuqet rinjallën brenda meje. Me shiadrash, nisim të arri para kohës e piklimit që do fshi lotet e madhëngjimit. Sa në shkojnë dërvare dhe shmonesh, ata e më gjallë se unë, dhe isho duke busqeshën nga menë, fytyrat e tyre që nga më dojnë. Faleminderit. Urime. Përshëndetje, jam Rëfkirë Shqitaj nga Slovenia. Ndarjen zdo e durojmë tot. Edha pas shumë vitesh në ulqim, në këtë vend ku pas një atakun zemër më pa të vdekur baba e im, edha ta shoh plazhin e vogël ku shkonin kur isha fëmijë, kur shqip zbuzonin lirshëm të flisnin, po s'korvinin në shtëpi. Edha te kalaja unë gjita lartë për pjeta, s'pas ka ndryshuar shumë, si jo kam lënë, ashtu e gjeta, por në diçka pas ka ndryshuar o ulqim, nga do që pësillëm, ndjeja romë të kombit ti. Mbase edhe shqiponjet mbi det kur fluturojmë, më bëhet se vetëm shqip flasim dhe këndojmë.
Kësaj radhe erdha dhe u kënaqa të ti, herën tjetër të shkoj dhe në Çanëri. Dhe atje dua të shoh flamurin kuqezi, gjithandej tokave shqiptare, që tash padrejtësisht ju thonë Greqi, ashtu si që thoshin dikur edhe Kosovës Serbi. O, do të ndryshohen patjetër këto histori, se robëria s'kund nuk ishte pafundësi. Do bashkohet, do në çdo ky popull dhe kjo tokë, se kështu ishin bashkë, e ndarjen se dërojmë natë. Përshëndetje për gjithë, unë jam Recep Morina, vi nga rrethë Suarekës. Poezia që do të lexoj mban titullin Quo vadis Albin. Jezu Krishti pasi mëkat kushtohet, se të vira i pari njerëzimit ndëshkohet. Predikimi i tij ndrinte si rrezë çante re, largonte një gonaje në mbetur si një fe. Për ty, Zotri, ishe ditur sakrifica sublime. Edhe atëherë kur ike dhe bregtise qytetin, edhe atëherë kur shihen nga maja depit, edhe atëherë kur aktroje në rolin e mbretit, ti martirizove të tjerët dhe kërkove rem, harrove fjalën e Krishtit me peshë men. As shën tjetri nuk e mohoi se ish në vend. Koha marshon drejt dritës kundër verbërisë, spranon të kthehet prapa në terrin e robërisë. Ti këtë e di e patron, duhet të frynë kurtun, që të trandosët lisi lartë në rrën të thella. Duhet disa tërmete fuqishëm 7 ballësh për të kroposur rrokaqiet e ngritur në përvite. Duhet djellëzi një zjarë të thaj tërësisht bimat, dhe shira të rëmbyshëm t'i fondosin frytët. Ti kurës do të kesh ngjyrën dhe asbrushën, për të ndërruar imazhin e pikturës e jetës reale, sado që e stolis me paralizit e tua narrative dhe tjetërson të vërtetën me mirazhe fiktive. Dëshimi natyrshëm vije nga hapi yt ambicios, që në rutinin tënd nuk ishe asfalt dinjitos. Domosdoshmë të rikthesh në shtekin e stisur, të ecësh kahguva e nimfës në rrugën e nisur, nga prapa di shepujt me zëra ujqërish ulërin të rebeluar do të thrasin Quo vadis Albin. Faleminderit. Lejtje për të gjithë, unë jam Fatmire Berisha nga komuna e Klinës. Poezia ime titullohet Oqeani i shpirtit. Në oqeanin e paqes lundroj mes zhgënjimit. Dallgët më përgëdhelin, për brenda jam e thyër. Horizonti hesht, spremton më shpëtim. Yjet flasin gjuhën që kam harruar. Rruga është e gjatë e fundi si shivet. Hapat mi ka buluar pluhuri i harresës. Të eci po, por si, kur forca trejtet në vetmi, e zemra rrej si varë që s'ka brek për të prehur. Mes vargjve të shpirtit endem pandal, lundraj në stuhin që vetëm barë brenda. Dallgët me godasin, me të rasin me dhingje. E ndjej, jam anije që s'ka më të manë, për ende jetaj, se shpresa s'mbytet kur për ndishë. Përshëndetje për gjithë, Agim Berisha nga Berisha jetoj dhe veproj në Garizaj. Aureol e liris, fyr gjë, kohë hieranda, shnatoren fatin me fijet e liga për mua, për ju, për ata. Stinet me zemrat e tyra, psalme, vetëm psalme pa zë, për gjuhën, për gjakun, për rastin gashtën. Heshtje e apot pjallur shpirtit, udhët që s'morin udhë i dhe nëma e tërkëdhimes natër e merishme. Zjarnia
Ondra të freshme me malet bisedohet si në nome. Në fillim rritet morti, të mos valohi nisja, ardhja nuk vind të paflamur. Dhe u përflakën qiell e tokë e zemrat e nonave, as lot, as gjomë, rënjet e bardha, drenica ime, him i luftrave, plaget i fashonim me bitën e brezave, fehmim e gjeva, aureola e liris. Ju faleminderit. Emre Arsen i agdhendëm në kur shifra për ty dëshmor. S'kam ku, kam ku për kohën, shifra SKPK. Dhe pishtaret e liris, shifra, pishtaret këtu janë. Unë që në të tërshupa vi nga Prishtina. Emri Arsen i agdhendëm në gurë. Emri Arsen i agdhendëm në gurë, dëshmori nga Allahi në zemrën e popullit shkëlqelë sinor. 19 pranvera që mjaftuan, ëndrat i la pa përfunduar, pushkën e mori, librat i la në sirtar, tha, liria malohet, por pritet me ardhë. Në jezerc ara me zemër të pastër, me shok krah për krah, ruhen gjurëmet e hapave të ti, gjaku ju bë këngë e amshuar, si drita që s'perëndon kur, për ty, o biri Kosovës, lavdi për gjakun që o bë liri, emri yt mbetet i paharuar. Ju falenderit. Përshëndetje të gjithë, jam Zyma Kodra, vi nga një fshat i vogël afër Ligjonit, fshati Krejsht. Para jush kam poezinë S'kam kohë për kohën. Në orën e murit, akrepat secil njësoj për të gjithë. Dikujt i ngjitën pas shpinës si barë, dikujt i ikin përpara si zogj në dritë. Unë se di sa herë më ka mashtruar dita, duke u dukur e gjatë, e plot djellë. Në fund prap me lanë terë. Në çdo mëngjes, koha më pyet në heshtje. Çfarë do të lësh sot në kujtesë? Unë hesht, si për t'i treguar se s'kam kohë as për kohën. Në pasqyrë më sheh një i panjohur, por sytë e tij një janë ata që dikur ndronin. Koha s'ka faj, koha vetëm i mbledh hapat tanë, si guralec në bregun e Harresës. Diku një fëmijë luan në heshtje, luan me hijen e tij, pa e ditur se dikur edhe hapat lodhen. Unë e shoh dhe buzëqesh, ndoshta ai jam unë. Më i hershëm, më i pastër. Në fund, gjithçka që mbetet është fryma në drejtare, që përzihet me erën dhe se di nëse po hyn apo po del nga jeta. Edhe fryma në drejtare pushon. Sikur edhe ajo e kuptoi se s'ka ku të shkoj. Faleminderit. Të gjatë për të gjithë, unë quhem Suhejt Havoli, poezia ime titullohet Pishtarëve të lirisë. Afrim Maliqi,
20 tona dhe i tjerë Durmishi, 2 vjetor 1998 Prishtinë. U bëmy e vapi e doli nga shtrati, për të zgjatur brigjet në zemrën të Dardanis. Nuk kam kroje të të kurëra, veç vëshima të vrutshme, që trasin vratin me kangave. Vapi në përbuj e qoj një urë, ti përjacoj 3 pishtarët në bregun e kujtesin së të meshme. 3 pishtarët, 3 simbole. Kanë bukuri, kanë dashuri, kanë djeri, emër të ti troli. Shëndetje, organizatorit dhe pjesë masë, unë jam në vlytë me Zini Saroqe nga Gjakova. Nën shejtreqa ime, natë mbrëmja ramëherët se zakonisht, si veho e zetë e pushtoj qjellin anin bënë. Nuk përqafove, si dikur kur isha fëmijë, nuk ngopesha dot me aromën tënde nënë. Ajo gush e bardhë, shkëlqente si dritë në one. Atë natë, nuk jam temë pa prekur bashkë. Nënë, të gjithë fëmijëve na përmendë një nga një. Lumturinë e shpirtit nuk më ta mshije dot. Nga kuvendimi yt, e kuptoja se përngjitesh me lartësi. E përmbushur nga kjo jetë, ishin fjalët tua të fundit. Ti luftoje me jetën, e unë me dhembje të shpirtit. E shtrirë pranë teje në shtratin tënd të vdekjes. Ai momentin daljes, sërish me hapi plagët e vjetra. Plagë që i mbajnë dekada mbi supet e rënduara. Mëngjeset e mia zbardhen gjithmonë me ty në shpirt. Netët e erta më kujtojnë natën kur mortja të moshit. Dhe nga ajo ditë, aromë as 3 nëne nuk gjeta askund. Edhe sot, u zgjova pjesë malë, dritën e diellit nuk e pash. Në ragmin e mëngjesit, mu vitatuan sytë tu. Ndjeva fërmarjen tënde mbi qepallat e mia. Ende nuk e di, ne jam ëndër apo zgjuar, por unë jetoj me fërmarjen tënde të fundit, nën, mal dhe plagë, shëntresha ime e parë dhe fundit. Faleminderit. Tani kemi poezit, ndjej dhembje, shifra 57, në vjesht, shifra 3 pikat, dhe fjallet e mia që është pa shifër. Përshëndetje për gjithë, unë jam Adelina Qarga, i vi prej qytetit Mitrovicës. Poezia ime në Shamrin me Lara në poshtë të vrastari plak, i dedikohet gjitha femrave të prekura me kancerin e gjirit, por njëkohësisht të gjithë të prekurve me kancer për gjëllësi. Ndjes për emocionet. Fola me hanën një natë thjellë të tore, i përbeva në syë ndrit për nanën heroin. Netëve të dhimbjes, kër çdo dritë i fike, ngroja shpirtin se mi njerin gjitë u shënë fëmin. Qielli ku shrend vret syrin si pas syra thyje, gjetët e mërdisura prej motit si hije vdekje e bin. Ngrobzat e faqeve prehet shkëlqini lotit, mbalin në poshtë rrudhash, djersët si perla ndrin. Në fshamën e dhimbjeve, sytë dehen qiellit, si gjurë mushtarësh ngrejnë kryet, metastazat gri. Në klizmën e rëzafës së murosër, mes mureve të heshtjes, thehet qëtësia, teksa foshnja pi, rëmbyeshën gji. Në lëngun që përdridhat venave të dobësuar në gjizet shpresa. Ratët e zinë në sy, zbehin stoicizmin luftarak. Pemët e ngjyme në erat e tetorit roz shembin dobësin, në Shamin me Lara në poshtet vrastari plak. Forca në poshtë frikën, e heroinat zdorzohen. Mes netëve të gjata,
dhe mbjet ndeshën si gjergji me bajrozin e zi. Sytë e dërmuar prej pa gjumësis, njome nga forcë e madhe. Qetësia thehet, teksa fosh një rëmbyeshëm, për gjithë. Faleminderit. Përshëndetje për gjithë, unë e quhen Fazli Ferasi, vi nga klubi shqiptar Moria Mujko Klim. Poezia ime është ndjej dhimbje. Kur ndodhin dhimbjet, dhimbja me kapton dhe ndjej. Në lëkurën e tyre hy dhe shpirti me coptohet e me shkon të dhimbjet e prekura. Sa janë ndeshte papritura në këtë botë plot me fshehësi, kur ju shumët jeta në rini. Ndjej dhimbje për ty, për atë, për të gjithë. E janë fatë njerëzish, në rrobtimet e tyre të fshehta, ku shtjelin kufijën e jetës, për të tjerë dërtisin mërzi. Kthehen duke vështruar nga qielli, duke u lutur për ta, që të prehen atje tek yjet në pejësi, buzët që u dhrillen në sy që ju pikon lëth, si rreth e shturishme që pikoj shi. Qastët e hidhura përkujtohen prore. Si për të ndodhin sot, duhen e njeri tjetën se poshtë dashurisë as gjë tjetër s'ka në këtë botë. Ju falenderit. Cilësit e ditëve të paqes, shifra 2059-1144. Minatorin e miniatur, shifra vërthomas të toke dhe në arkiven e dhimbjes që është pa shifër. Përshëndetje për të gjithë. Jam Gjemil Bytyqi. Të të lexoj një poezi të titulluar Cilësit e ditëve të paqes. Në mendimet e erdhen, t'i përsaktojmë cilësit e ditëve të paqes, që të drejtët e njerëzve të jenë të përafërta, të ngjashme tek gjithë popujt e botës. Në renditjet e kohës imperativ do të ishte me humanitet për gjithë njerëzimin, që përgjithësia e masës ndërnjerëzore të jetë qetësia e përjetshme dhe e levërdishme. Sikur mes vetes mirën që përndjekin valët e detit, të kërkohet që zjarret e luftës gjallë të mos mbesin, njerëzit përgjithmonë të çlirohen nga humnerat dhe nga kurriqet e botës kur të mos i rrahin krahët. Gjymtyrët e katakombëve të mos lëvizin lirshëm, njerëzit në shpirt duhet të kenë ndjenjë lirie, të gjithë popujt gjuhën e diellit duhet ta flasin, me çdo kusht që paqja duhet mbijetuar. Paqja toksore duhet të kenë edhe njerëzit e rëndomt, lishëm të ecin me fuqi për mes erës së kohës. Me gjymtyrë të lira drejt sa armës së tokës, veprim i vërtet i paqes për të mbijetuar. Ju falenderit. Përshëndetje për të gjithë. Quhem Selvita Abdullahi. Minatori në miniatur. Në xhamat e avulluar pikturon hijen e tij,
Ata thyhen përmes një refleksi drite, ku dëpërton rrezja ultraviolet. Agimet vijnë me vonesë, qielli vishet me ngjyrë hiri, aty s'ka ligje. Kanoni nuk jep verdiktin e tij. As kultet fetare nuk bëjnë rituale, se djes e ballit ka shënuar punën e tij. Kokullur ecta për shtigjet e jetës. Duke ndruar dielin, bën lutje çdo ditë. Nën toka është si një thes i mbyllur, nuk ka kohë të tjetërsohet. Si përfaqja e saj të pret si të thike, minatori për një grush qiell përkullet çdo ditë. Një tërsi unitare, ku bart me vete librin e tokës, e falas e jep dritën e kësaj jete. Bie si brush mes një dileme hamletiane, me ata që gëzojnë pa peshën e dhëmbjes, e humbasin arsyen e vërtet të kohës, pa frikën e errësirës. Nuk ngopen me sipërfaqen dhe qiellin e botës. Minator në hapësirat e errta, atje thellë në bërthamë të tokës. Në supët e tua bart ëndrat e krejt botës, me lutjet e përditshme, ti falet qielli dhurat, e ta shoh me dashuri ditë e natë. Ju falenderoj. Përshëndetje, jam Shiga Sami, vin nga Prishtina. Poezia ime në arkivin e dhëmbjes i përkushtohet leutrimit 7 vjeçar. Sa herë më kujtohet zëri nënës së shenjtë, ndijej se po e barti një barë me nëntë dhimbje, që ta bufojnë shpirtin e imtur në përgjur më rrofesh. Sa herë mbrejt zëri dritës, ndijej se loti shpotimit më rënqet të baloj fasha, të qepi plagë lufte me zemër të pikluar mbi lullet e rritjes. Se që më zuri një shi kryengritës në udhën e shpëtimit. Ndjeva se e preka barkun e lagur të gjakosur të leutrimit. Frimonte kur frim fytyra i mërzitej, pa e ditur se çfarë e zez reje ushtrim mbi atru engjulli. Me këmbët e vockla, veshur me bluzën kulorzuar, me shtrëngime dhëmbjesh, nga copë zatinzare që mbjellnin vdekje. Ja dëgjova klitjet si ujvare të ftohta, dënesjet si të lumenjeve, nyjet e palcave si qirin të amshuar e dikësh, midis mërzis dhe brengës. Në arkivin e dhëmbjes, tani pushon një diell. Rri heshtur, ruanat batanie që mbuloj plak. E zemrën e nënës së shenjtë, ja qeton shtatorja, që sa her bije shi, mallin ja lan, sa her fryn ëndrat ja shpalon. Mos më të rrisni në prehistori. Tek parajsa e trëndafilave prita lirin. Vetëm e flamur jam në adheun tim. Unë dhe shekulli fëmjeris, m'plakemi me diellin polar. Faleminderit. Vazhdojmë poezit, oda shqiptare që është pa shifër,
Askur se di shifra LLEK dhe emrin i afola liris shifra flaka. Përshëndetje, unë jam Rita Kusumi Sylla, Prishtinë. Odat shqiptare. Në odat shqiptare dëgjohet zëri burrave. Fjalët kanë peshë të rëndë, mbi qati valon flamuri rrënjve tona, ku mberi është ligj e bukave kemi. Aty lahuta këndon dëshmorët e kombit, zëri dëgjohet në malet e ardhërit, rrëvejnë tërmëritë të parve, që mbatin krenarin e shekujve. Në odë, tregohen historitë të latishme, goj më goj kalohen si amanet, nga gjyshit e nipi, nga babajt e biri, për tokën e pamposhtur dardane. Odat shqiptare, tempull i burëris, ku fjala e dhënë është pushka e liris, aty jeton shpirti kombit, me besë e drejtë të trashëguar. Ju faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Eraza Karashica. Poezia ime është askush nuk se de. Askush se de mollin që kam për ty. Dita pa ty është e gjatë, as djeli s'do me dojtë. Nata pa ty është shterë, hana nuk zbulon fytyrën e saj. Lutem veç edhe një herë të shoh, me qoftë hera e fundit kjo. Kujtimet më mbyten, kur vec me lënë. Dere në mbaj të hapur, ndoshta ti vjen. Dëshirë e një dashurie të vërtet, s'dua të vdes pa të parë, askush se di se në shpirt që kam mbajt. Përshëndetje për të gjithë, ishta bafie nga Ferizori. Poezia e mbon titullin e vjesht poezi për fëmijë. S'ka gjelbrim si për para, as në fusha, as në ara. Dalën dyshet me nuk shijen, vera në vjesht nga dalshkënje. Po Biblinin këngëtar ka vajtura e keni parë, Lauresha s'ka një fush, i zaton një drenush. Nisur janë në rrugë të gjatë, nuk kanë torth as një nëmarë. Faleminderit. Përshëndetje për gjithë. Unë quhem Ferhat Shala, nga Cëndën prej Skënderajit. Titulli i poezisë është Emrin i afala Lenis. Jeta me kalej e tëra në ferë. Feksosho se s'do t'jem kur lirimi i prangave të vetmija. Kaluan vitet që su përputhen, e kaluara me të tashme, as dili me hanë. Po çdo brez prap krenohet. Edhe pse e gjitha që jetë ferri, në jetë mbetëm pa u takuar me gjakun herën. Por rrezet e diellit shndrisin emrat e tyre në lapidar, që dhanë gjithë shka patën në shpirtin e vetë. Një jetë e kërkoha, sakrificën e lirisë për trojet e dardanisë. Tash, e dikur kanë lindur për të bërë legjenda
sot dhe nesër. Faleminderit. Vjen poezia thonë shifra liria. Lumin e kam për mirë, shifra Guri 2025 dhe kështira Rozofës, shifra Balada e Dhëmbjes. Përshëndetje të gjithë, quhem Hamida Xhami, vim nga Skënderaj. Poezia ime fillojë të thonë: ky njeri është i zgjuar dhe e din vlerën e fjalës. Ky njeri është stoik dhe qëndron pas asaj që e thonë. Thonë e që nuk thonë, por ku është ky njeri? Ku fshihet ai? Pse i gjithë ky mister? Apo ka frikë nga e vërteta dhe si mburoj përdor popullin për ideale të veta. Ah, populli i përvuajtur, edhe pse i zhgënyer, por gjithmonë i mbushur me guxim dhe shpresë, mori nismën drejt një hapi të një ndryshimi të madh, çdo herë në kërkim të së drejtës. Përshëndetje, quhem Berat Batiu, vi nga Prizren. Lumin e kanë për mirë. Kujtojmë ata që sot nuk janë në këtë botë, të mendohen ata që mbajnë përgjegjësinë e kohës. Ujin e lumit të shenjtë, ku dyshi me duart të lodhura ngushte enën për abdes, mbrëm e kanë për mirë. Ai lumë që dikur rriste në qëtësi, si një lutje në nhije në mëngjesit, sot bjerë vëndje në brigje me balt e heshtje të trashë. Nga 33 minare ngrihen zëra e zoni, thirrje për shpirtin që ngjeton e të mos harrojmë Zotin as vetën. Po, kërnjerësit sërish për njerin, me duart të ndynta dhe zemra të thata, ndërsa në njëhien e natës lumi qanë në heshtje. Edhe sonte me kënari të rreme, lumi do t'i dalë vetës jashtë e eshtat e lyshit do të drihen në barë. Faleminderit. Përshëndetje, quhem Violeta Fadriu, vi nga Podujeva. Së pari e përshëndes organizatorin e këtij manifestimi, letrar, pastaj një përulje të thellë do t'ja bëja emrit të kësaj shkolle. Themi Ladrovcit. U ktheva e di, po u ktheva në Shan Gheridi dhe poeti tonë të mirë njohur Rifat Kukaj. Poezia ime titullohet Kështjell e Rozafës. Në oazën e shpirtit të Shkodrës, ku shekujve drinit po na dëshmojnë çfarë është kodhja e rrjetësisë, krenari e parir qëndron Kështjell e Rozafës, sinonim i sakrificës, qëndresës, besnikrisë, tradhtisë. Rozaf, fortesë me fuqi Feniksi brenda mureve të gurta, edhe pse shpesh mbi këto mure lozin e re të murta, edhe sinë e gurve mollojnë faqet në sëraket tuat përkuta. Shekujve këto të sinë u angrojnë,
leshra tua aromftoj lahuta. Erërat e stinëve mbi trupin tënë mbollën glerime myshk. Kranezat e dimrave gjdo gjë i ndëruan bojë. Po i varës se qumshti tënë në rëzaf, a pak e fuqiti i bën ndryshk. Bardhësi e saj ferve të netve lugetjene u qëndrojnë pararoj. Djathtaku ytë sfilën jashtë, sfidon yllin atërti. Dora jote levatare qanë gurit mes për mes, për gëdhejnë fëmin. Këmba jote për kund të djepin, shikujve i lirë u je për rrit. Besë dhe dashuri jote sfidon me zemrim përëndit. Zogjve të lotëve rozat, thejohë gjithë kafazet, le të fluturojnë përjetësisht në mbidhendjen tënde të lirë, fytyrës e përvojtë të shekurve, jo, mos ja fshet razet. Qumshti i martirës Shqipe, mos shiloj thatirë. Qëndrestare dejvet kësaj toke rëzat, murane gjallë, ndrin këta në qilë plot hire, pa besive u bënë balë, dëshmi se besnikrin banë kala, lidhë ure e briqe, po jeta jote rëzat, jona rëzat, pa vdeksis që moti i hapi shtiqe. Ju vërdet. Rallën e kanë poezit do të vazhdoj të qëndroj shifra meteore 19, nota e fundit shifra nusja dëshmorit dhe liri e përjetshme shifra zh25. Përshëndetje të gjithëve, jam Liri Danuseni, student i letërsisë nga Prishtina. Poezia ime titullohet Liri e përjetshme. Era lehtë e ngacmoj nga habia prej agut, sa i brisht e melankolik, sa i thyre e sa filmik, si dhe troj të pambaruar, pambarimisht në gjyrat i sfilik. Buzat i shkëmbi e mu poshtë hundës, goditen rebeshe dagësh, vije avull që mu shkritja rëndën, hap krahët të aliran gjokësin, të sforcon materje në horizont. Sa i vobek të larë në trishtim, ky ag i zbeh mbushur për qmim, 2 pika reshën bi qepalet ngrirë, sa drita reze, aq shpresat mbirë, një e thellë për cetë më ndamarë, gjëmën bi qelë në agun e qarë. Për qafimi qelë mbi rezet për burë, njëmt e për glejë, unin e zbutë, andjet e fresta në shkëmbin hirën, dalgët e ngjeshura rëmbejnë shpirtin të tërë, shkoqitur nga trupi që vërtitet mbi det, nën ag me sjetrash për jetësia e tret. Faleminderit shumë. Përshëndetje, që më mirëvete ka bashkë Deku, vil nga Prizreni, por shtatin e kam hullë këtë ndërënicë. Nata e fundit, dita iku nga dalë, si kujtimi që shuhet në sy. Teri mbuloj ëndrat tona, e unë mbeta pa frymën tënde. Ushtari im, trimi im, se dia se ajo natën desur në dashuri, ishte nata e fundit. Kraka që rritej mes nesh, digjej pëllon të mirë. Të prisra kras liris të më vijë dhe ti. Lavdin dhe krenarime kishë vullosur me pika gjaku,
E mua, rritja më bërë shtrat lotëve, era në stil të zërin tënë të shuar. Një fortun në more me vete, la hodhe në ty priqe, ty në përgjithësi e mu në këtë jetë të pajetuar. Në denesje ujtja shkretëtire në jetës, deri sa mu thamë sytë, në vend të fustanit të bardhë, u vesha me vedhon e zestë, të stëlisur me lurkuqe Kosove, e krenarinë e balë, nusë e përjeshme, e një dashërie që u shëntërua në emër të atë dhe jotë. Ju faleminderit. Dhe tani vim në 4 poezit e fundit. Darsma, shifra EH04, ëndra për vizit, shifra natë me hën, presin e rrim, shifra pritjet, dhe ura mbeti, gjysmë zhvar, shifra djeli. Unë jam Albert Hyseni nga Prishtina, poezia ime quhet Dasma. Niset dasma me dasmur. Niset dasma me dasmur, hovin e merë pushka, dhe niset një lojnë, hareshëm dhe piklueshëm, nisen dhe këndojnë. Si të jetë e mundur, hareja dhe valja nuk mund të ndahen, përveç gëzimit, lindin edhe për shpëritjet, lëvdata dhe ngacmime. Çka u bë me këtë, mund ta kuptoj. Në vallën time niset dhe kërcen, ai që s'mund ta shoh. Ai që kur ishte koha, iku dhe me traftoj. Lëvdatat fillojnë nga ai që s'mund ta shoh. Nis e kërcen, por këngën e ndaloj. Nisi të ndryshoj vallën, ku të gjithë ta kuptoj. Tradhtia nuk shihet, por del atëherë kur nuk e pret. Aty, ku shef tyra të busqeshura, bëhesh dasmor në hijen e njerimit, del në shesh ndjenja e mashtrim. Përshëndetje për të gjithë, unë jam Egna Bajrami nga Skënderoj, poezia ime titullohet Ëndra për vizit. Më troket mendja një ditë, kishte ardhur ëndra për vizit, e habitur nisi them, e dashur ëndër, mirë se vjen. Ka kohë që s'më ke vizituar, as telegram s'më ke dërguar, çfarë ke qenë duke punuar? Punët keq mua m'kan mbet, s'kisha fat e s'kisha shpresë. Ditët shkonin u bën muaj, mendova mos m'ke harruar. Humbi frymëzimi, letra lapse, dhe poeti qoni ngrote, se shkrimin e la o shio. E treti era e ngliu dimre, ëndër e dashur më thua vërtet, çfarë të mire më kësjell. Ëndra e heshtur më preku në ball, është realitet, nuk është parol. Letrën lapsen i ke atë, dhe të shohen drit me sy. Hapi perdet e mendje sote, gjeje frymëzimin bëhu shkrimtare. E dashur ëndër të falenderoj, poezinë e parë ty do ta kushtoj. Faleminderit. Përshëndetje. Poezia ime titullohet Ura mbeti gjysmë zvarë. Sa dhëmbje e madhe pjesa jona, gjaku hiri atje flet edhe në toka, zëri ytë më lënezhu. Kënga jote shumë në vaj, do të dalë bajlës nga deti, dhëmbja jone plagë e madhe, talazite një mejnë e det, nuk jeti e vetëmuar vragë, kemi dhe sa plagë të tjera, valë të detit nuk shqetësohëm, rënkim me ofsham kur pa mdalë, gjysë më ura dhe të kryet shtetin, qamëri gjaku im, që ofsham gjithë në mbushe, e deti fletë, valet razëm, ura madhe shekullore, derit e molle aku që tërpëtohet, do helin balje tërpërdore.
Unë jam Recep Halimi, faleminderit, Liga Lisana. Pas leximit të këtyre poezive konkurruese, ftoj kryetaren e jurisë, Emin Emini, të paraqes raportin e jurisë për vlerësimin e poezive. Ndëruar kryues, dashur miq të poezisë dhe pranishëm. Përshëndetje për të gjithë. Qysh ngryt herës dhe përgëzon organizatorët e manifestimit letar Veshta dhe Vargja për angazhimin e tyre në rrugën dhe provojimin e fjalës së bukur, si një hap drejt afirmimit të kulturës dhe identitetit tonë kombëtar. Prurjet e sjelljet me poetike dëshmojnë për një përkushtim të veçantë ndaj fjalës e vlerave estetike dhe kuptimin e ekzistencës. Lirika shoqërore që trajtojnë pyetje ekzistenciale, që evidentojnë fenomenet dhe sfidat të shoqërisë duke ushtruar kritikë konstruktive dhe të shfaqur me një dëshmëri ndaj realitetit që na rrethon, dhe disa lirika për poezinë, pra metalirika, që meditojnë mbi aktin e krijimit poetik, rolin e poetit dhe natyrën e artit të poezisë. Në farë formë ato të gjitha janë dialog i brendshëm i autorit me qenien artistike të cilën e krijon, pra me objektin estetik që është poezia në këtë rast. Në këtë manifestim, secili autor ka sjellë një zë unik, një litar veçantë për të parë botën dhe për ndjerat në mënyra të ndryshme. Ndërsa juria sigurisht nuk e them si që është bërë zakon të thuhet e ka pasur të vështirë, të përcaktohet për 3 poezit më të mira të këtij edicioni, por vërtet ju them se nuk e ka pasur të lehtë. Nuk i them kriteret mbi cilat kemi diskutuar dhe vlerësuar, po i deshet mund t'ju janë. Por, pas analizimit dhe diskutimit të poezive konkurruese, juria ka vlerësuar dhe ka vendosur për 3 poezi fituese, çmimi i tretë, çmimi i dytë dhe çmimi i parë, por paraprakisht lejoni të njoftoj se sipas praktikës dhe traditës së manifestimit Vjeshta dhe Vargjet, organizatori jep çmimin motivues për krijuesin, përkatësisht krijuesin më të re, Ilaz Kota titullohet çmimi, Prokshi, më falni, Ilaz Prokshi, që si vjeti jepet autores së re, e ftoi kryetarin e art klubit Rifat Kukaj. Zoti Zeta Abdyli. Emri Adelinda Mustafa. Adelinda Mustafa, dhe ka shtoj vllahun e poetit Ilaz Proshi, Ismail Proshin, që të ndalë këtë çmim. Tani të dashur krijues e krijuese, është koha që të kumtojmë rezultatet e jurisë. Poezia e cila merr çmimin e tretë vlerësohet për fuqinë emocionale dhe elegjinë e kujtesës historike, duke reflektuar mbi jetën dhe vdekjen nëpërmjet simboleve dhe imazheve të natyrës. Poezia spykat për ndjeshmëri poetike dhe për rezonancën e saj ekzistenciale. Çmimi i tretë
Poezia Gjilkuqet e Mërmerta me shifrën Gdhensi i Luljeve, këtu kuptuam se autori është Ram Oraca. Shkoni pak më tani në përshka shumë foda, po kushton foda e valla për ty e bojnë pa vazhdet se në të rështim katovo. Hasë në dhe mund që isha më shkoj huq. Përgjëm. Përgjëmes. Çmimi i dytë. Motivacioni i dhënies së çmimit. Për konceptin origjinal dhe thellësinë filozofike, ku njeriu perceptohet si grind në një univers pa qendër. Poezia ndërthur meditimin, vetminë dhe kërkimin e kuptimit përmes një gjuhë të pastër dhe metaforash të rafinuara. Çmimi i dytë, poezia Mikrokozmos pa qendër me shifrën 007. Nuk ishte prezent autoria po autoria dhe nuk e dim se kush është fitues, po e dim që është poezia me titullin Mikrokozmos pa qendër. E di që ka pasur dhe vazhdon të ketë debate duhet jepet apo jo çmimi. Një poet apo poetje që nuk merr pjesë, ne vlerësojmë poezi, nuk vlerësojmë pjesëmarrjen. Jo, ata nuk ka drejt. Çmimi i parë nuk ka qenë kriter në konkurs. Çmimi i parë motivacioni për dhënien e çmimit të parë, pra poezia vlerësohet për ndjeshmërinë e njeriu ndaj kohës, për ritmin e brendshëm intensiv, për trajtimin e humbjes së çasteve dhe marrëdhënien mes kujtesës dhe harresës. Poezia shkruhet për gjuhën e përqendruar dhe reflektimin e thellë filozofik. Poezia titullohet S'kam kohë për kohën, me shifrën SKPK, shkruan ato dha këto, viz lidhse, 0031221025Y. Emri autorit, e lexoj poezinë këtu, kuptuam të jetë Zymber Kodra, pra autori është Zymber Kodra. Në fund, duhet ta përgëzoj organizatorin për vazhdimin, nuk është vetëm mbahet të edicionit e të dytë. Suksesa. Zymber Kodra është? Do të ftoja një poetë tash që na ka nderu, do të ta ofrojmë kaskën nga libra në teknon e vestem, të dhamë një njohje Miranda Trociteli.